një tjetër histori. Në fakt, jetojmë në një botë e cila ka shumë andralla, gjatë gati kërcënuese. Po, këto këtë e fundit më shbërë dhe pak më keq. Jetojmë në Shqipëri, normalisht. Problematikat janë shtuar. Madje, deri aty është shkuar, se kjo Shqipëri, pak në vitin e fundit pakzohet si Shqipëria e tritolit. Nëse do të ndiqni edicionet informative të Agon Channel, gjatë vitit fundit, fushkruja do të ngjan tek kështu. Ky është perceptimi i sotëm për Fushkrujën, që rëndom identifikohet si qyteti i tritolit. Më tepër se 30 shpërthime me tritol në një vit e gjysmë dhe disa raste të parandaluara fal denoncimeve në strukturat ligjzbatuese e kanë kthyer qytetin e vogël në epiqendrën e sulmeve me tritol në vend. Grupet kriminale të cilat në pjesën më të madhe sipas policisë kanë pasur synim për hapjen e panikut, kanë sfiduar hapur institucione shtetërore lokale, të cilat janë bërë prej shpërthimeve me tritol. Tre herë Komisariati i Policisë së Fushkrujës, një herë Bashkia dhe 2 herë zyrat e OSHE-s janë vënë në shënjestër të sulmeve me tritol. 2 herë në fshatin Halil të Fushkrujës, forcat gjeniere kanë mundur të parandalojnë shpërthimin e lëndëve plase të vendosura në shtyllat e tensionit të lartë. Sulmeve me lëndë shpërthyese nuk i kanë shpëtuar as kryebashkiaku i Fushkrujës, Gjon Bardhi, automjeti i të cilit u hodh në erë në fshatin Larush më 15 shtator të vitit 2014. Fatmirësisht nuk pati të lënduar pasi në mjetin e parkuar nuk ndodhe askush. E kur bandat e tritolit nuk kursejnë as zyrtarët e lartë dhe institucionet, pasiguria bëhet edhe më e madhe nëse kemi parasysh se zbulueshmëria e këtyre ngjarjeve mbetet thuajse në nivelet zero. Përballë sulmeve të përsëritura, pyetja që lind natyrshëm e që nuk kanë arritur të japin përgjigje as hetuesit. Pse Fushkruja? Pra, kjo është nga Fushkruja, me probleme, me bomba të përditshme, dinamit. Ka na një ndryshim? Por ngjan e padrejtë. Ngjan e padrejtë që nëse do të rikthehemi pas shumë vitesh arkivave, Fushkruja të ketë mbetur kështu në kujtesën kolektive. Sepse Fushkruja mund të jetë dhe kjo, shohim pak. Dhe na shoqërojnë këtë pamje. Një Fushkruj ndryshe, me pullumba paqe. Pak absurde. Po, qetësor, në Fushkruj ka jetë artistike, ka gjallëri, ka fëmijë, adoleshent, të rritur talentuar, që bën një seri aktivitetesh kulturore nga më të ndryshme, pjesëmarrës në festivale kombëtare, ndërkombëtare, të muzikës së lehtë, të muzikës popullore. Ka një shpirt artistik i cili është i lidhur forcisht, të paktën në 25 vitet e fundit, me 2 njerëz. Dhe kjo në thelb është historia e tyre, pak a shumë. Një histori e cila ka dominuar kapilarët e jetës së një qyteti që ne nuk duam asesi të mbetet në mendje sipas kronikës së parë përgatitur nga gazetari i Departamentit të Informacionit Andi Malasi. Kjo është një histori me cilën ne na ndihmon që ta rrëfejmë Dash Kaloçi, gazetari ynë. Dhe historia zëfill në vitin 1976, qetësor. Në vitin 1976, një djalë i quajtur Ylli kishte mbaruar liceun artistik. Dhe nis stazhin e tij ta bëj pranë qendrës së kulturës në Laç. Dhe aty njihet edhe me një vajzë e cila në fakt nuk ishte pa njohur për publikun, sepse deri në atë kohë kishte marrë pjesë në festivalet e këngës në radio dhe televizionin publik shqiptar. Dhe mbrin në këtë qytet pikërisht në festivalin e parë të këngës që do të zhvillohej. Ky festival organizohej nga Ylli, edhe me bashkëpunimin e emrave të rëndësishëm, si David Tukishi, por që nga ky moment e deri më tutje ata nuk do të ndahen. Këtu ka lindur dashuria, këtu ka lindur bashkëpunimi, këtu ka lindur dëshira e tyre për të qenë partner, të dashur, shok, por edhe 2 njerëz me shpirt artistik. Një jetë me sakrifica, sepse nuk ka qenë e lehtë. Në kulmin e këtyre sakrificave, Ylli arrin të mbarojë studimet e larta në Akademinë e Arteve, në degën e kompozicionit, me profesor Tonin Arabin, ndërsa Rakipja nga ana tjetër mbaron po Akademinë e Arteve, diplomohet në kanto me profesore
Edith Mihalin. Dhe çfarë ndodh? Fillojmë me njëherë transferimet e njohura, fillimisht në Kruj, në qendrën kulturore për Yllin, cili është shefi muzikës atje, nga viti 85 deri në vitin 92, dhe në vitin 92 ato do ta zhvendosnin në Fushkruj për të filluar, për të gjallëruar jetën artistike dhe kulturore. Dhe pranë tij, sigurisht që do të ishte edhe Rakipja, si gjithmonë, dhe ajo angazhuar në të njëjtën qendër, dhe këtu fillon një histori e cila, nëse do të shletohen dikur arkivat e Fushkrujës, do të dëshmoj edhe këto fakte. Shohim pak. Historiku i shkollës Qemal Stafa, ku përmendet edhe Ylli Kalaja, i cili ka qenë në bangat e kësaj shkolle dhe është një figurë e rëndësishme e kulturës së qytetit tonë. Profesor Ylli Kalaja është respekti i qytetit tonë, që bashkë me bashkëshorten e saj ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm për qytetin, dhe baza e gjithë artistëve të qendrës kulturore të fëmijëve ka qenë pikërisht shkolla jonë. Te kjo stenda këtu kemi pasqyruar përveç disa sportistëve dhe artistë që kanë dalë nga shkolla jonë, të cilat i ka përgatitur mësuesja Rakipja me profesor Ylli. Një tjetër këndvështrim, po kam edhe më shumë, kam informacionet të tjera, asë në lapë. Atëherë, që nga viti 1992 deri më sot, çdo vit, Ylli dhe Rakipja kanë realizuar festivalin ndërkombëtar interpretuesve të këngës popullore për fëmijë, dhe në maj të këtij viti është edicioni i 22, ku si çdo vit kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre dhe mjaft grupe nga Kosova, Malizi, Maqedonia e të tjera treva shqiptare. Nga viti 1992 deri më sot, Ylli dhe Rakipja me këngët dhe fëmijët e tyre janë pjesëmarrës të rregullt të festivalit kombëtar të këngës për fatosa dhe pionier që zhvillohet në qytetin e Shkodrës. Nga viti 1992 e deri më sot, Ylli dhe Rakipja kanë realizuar çdo vit koncerte të ndryshme me sfilata mode, me vajza dhe djem model nga Fushkruja dhe fshatrat përreth. Nga viti 92 deri më sot, grup mosha të ndryshme. Po, një jetë e gjallë artistike. Jemi gjithmonë në Fushkruj, Po, jemi gjithmonë në Fushkruj. Nga viti 1992 deri më sot, grup mosha të ndryshme të qendrës kulturore të fëmijëve të Fushkrujës, të cilët janë përgatitur nga Rakipja dhe Ylli, marrin pjesë çdo vit në të gjitha festivalet e koncertet e ndryshme të fëmijëve që organizohen brenda dhe jashtë Shqipërisë. Por ka akoma, nga viti 92, por edhe më parë, edhe deri më sot, Ylli dhe Rakipja vetë personalisht, por edhe me grupet e tyre, janë pjesëmarrës të rregullt festivalit kombëtar dhe valleve popullore në Gjirokastër. Dhe në gjitha këto aktivitete kulturore artistike që përmendëm më lart, Ylli dhe Rakipja janë nderuar me 10 çmime, diploma e titull nderi. Kështu mund të përmendin Rakipjen, përveç se pjesëmarrëse si këngëtare në 6 festivale kombëtare të këngës në radio në televizionin shqiptar, edhe është fituese e kupës në anketat muzikore të Radio Tiranës, që në vitin 2006, ajo mori çmimin e parë si interpretuesja më e mirë e këngës popullore qytetare në festivalin e Gjirokastrës. Për të vijuar me çmimet e para, të dyta, të treta në festivalin kombëtar të fëmijëve në Shkodër, me këngë të kompozuara nga Ylli, për të vijuar me fitore edhe në festivalin e Gjirokastrës, ku Rakipja ka qenë fituese si interpretuesja më e mirë në vitin 2006, dhe Ylli për pjesën më të bukur muzikore po në të njëjtin vit. Çmime pafund, përgatitje talentesh të reja, emra të njohur, madje dhe i madhi Erdian Trebicka, pikërisht është shkollë, ka kaluar në shkollën e Rakipjes dhe të Yllit, si shumë emra të tjerë të cilët sot i shihni në ekranin shqiptar. Por çfarë bën këtë histori akoma më të bukur, është jo vetëm vendosmëria e tyre për t'i dhënë gjallërinë këtij qyteti, por edhe fakti që buxhetin për të realizuar të gjithë aktivitetet kanë patur, shihni këtu. Zero. Zero. Zero, dhe
parat nga rroga e tyre i vendosnin vetëm e vetëm për të marrë këtë kënaqësi. Madje ylli nuk ishte vetëm shefi i muzikës në qendrën kulturore të Fushkrujës, po ishte edhe marangozi, elektricisti, portieri, organizonte gjithçka me duart e tij. Gjithë bërsi i qendrës kulturore, më sa. Gjithë bërsi. Ne në këtë program synojmë t'ju sjellim sopza Shqipërie që njihni shumë pak, që dhe për ne janë një surprizë. Prandaj ftoj Rakipe dhe Ylli Kalaja. Mirë se erdhët. Eja në shëndër. Eja në shëndër, ju lutëm. Duar Tërkitja është e gjitha për ju. Do me thënë, e para njërë të ndryshojmë kronikën. Boll me Fushkruja e Tritolit. Fushkruja është edhe Rakipes dhe Yllit dhe shumë fëmijëve të rriturve që duan artin e duan të muzikën. Apo jo, Rakipe? E vërtet, me thonë të drejtën, më erdhi pak surpriza jo hapja, sepse nuk të le shije shumë të mirë, por mund të them dhe ju siguroj pa frikë që gjithë ato ndodhira, gjithë ato shenja ose gjurmë jo të mira, po ju them që Fushkruja ka një popull shumë fisnik, ka një popull shumë ardashës, por mbi të gjitha ka një popull shumë punëtor. Zoti Ylli, të një bërë, keni flit? Jetoni në Fushkruj, punoni në Fushkruj, keni flit? Jo, me thonë të drejtën, unë s'kam as pak frik, as familja ime fare, për arsye si Rakipe që Fushkruja ka një popull të mrekullueshëm, një popull shumë fisnik, shumë punëtor, shumë mardashës. Dhe Fushkruja është mësuar për të parë kolosat e artit shqiptar. Le ti përmendim, jemi që jemi këtu, le të flasim. Unë mund të them, në qytetin e Fushkrujës, bëhet çdo vit festivali i interpretuesve të këngës popullore për fëmijë. Kënga popullore më pikante ndër vite. Dhe antarë të jurisë të këtij festivali kanë qenë Edith Mihali, Irini Qiriako, Avni Mula, Endjera Nina Mula, Tinka Kurti, Margarita Xhepa, David Tukiçi, e plot të tjerë. Ema Qazimi, Luan Zhegu, Kujtim Alia, emra që i kanë dhënë tonin muzikës shqiptare. Nëse do bëja një krahasim pak cinik, por që vlen, Tritoli le themi muzikës shqiptare dhe i artit shqiptar kanë qenë ata. Rakipe, sa aktivitete në vit keni bërë? Në gjithë këtë periudhë, mua më rezulton të paktën që nga 1992 dhe deri më sot, një mori aktivitetesh, në një vit, sa aktivitete keni bërë? Me thënë të drejtën, në vit pa frikë, do me thënë që premiera në përgjithësi, mund të them që neve muaj për muaj e bëjmë nga një aktivitet. Ndoshta është pak një muaj mund të them, sepse ka dhe aktivitetet të tjera, po unë them premiera dhe që janë madhore, ndoshta të një koncerti shumë prestigjos, në zhanre nga më të ndryshmet, si për vokalin, si për gjinin e teatrit, recitusit më të mirë, valltarët më të mirë, duke organizuar koncertet të tilla, nxjerrim edhe zbulojmë talentet që ka qyteti. Keni menduar ndonjëherë të largoni nga qyteti për gjatë gjithë këtyre viteve, se keni kaluar ta përcjelljen e epokave, nga diktatura në demokraci, më pas vitet vështira. Keni menduar ndonjëherë të largoheni? Me thënë të drejtën, unë e kam menduar, që t'jeme sinqert dhe hapur me juve, duke menduar që Tirana është metropoli gjithë Shqipërisë, jeta artistike është më ndryshe, gjithë shka bëhet më ndryshe, por prapë se prapë duke u nisur nga kjo që Fushkruja a qyteti vogël në provincë, por mund të them pa frikë që është qyteti artistëve, që prodhon artist në vit në zhanre, në gjini nga më të ndryshmet. Për shumë, nuk përmendim disa zonjë Rakipe, më thoni disa prej artistëve që kanë kaluar nga shkolla juaj dhe sot janë në skenën shqiptare. Ja, unë do t'i përmend dhe me shumë kënaqësi. Brezi i parë i këngëtarëve ose dhe i aktorëve, i humoristëve. Mund të përmend Veska Laku, Albana Perhati, Semi Jaupaj, ajo një këngëtare, kam Enea Qerashin që është akoma studenti viti 3 në Akademinë e Arteve tenor, që ka për pedagog Kastriot Tushën.
Enkelida Kamani ka mbaruar me Mariana Lekën, por që u shpall si sopranot me çmimin e tretë, ajo Zanacela dihet që ka festival operistik që marrin pjesë gjithë këngëtarët operistik me një juri ndërkombëtare. Me një juri ndërkombëtare, po dhe këngëtarë nga gjithë bota. Nxënësja ime mori çmimin e tretë si sopranoja më e mirë u shpall. Enea Qerashin e përmenda. E dëgjoni? Në vazhdim. Po. Dhe gjëja që nga përshtypje është fakti që ju gjithë të punë nuk është se keni patur mbështetje financiare. Absolutisht. Keni vënë shpirtin në hipotekë. Është pasioni, është shpirti, e kupton që neve nuk na pengon, do me thënë, sado që t'jenë pengesa tashmë dihen që vështirësitë hasen nga më të ndryshmet, por prapë se prapë në shpirti është pasioni jonë që duam përderisa ekziston elementi dhe është elementi, kështu që ne nuk kursemi dhe e bëjmë jetoni me atë gjë. Qetësori po më pyeste pak më parë, kur po përgatisnin dhe skenarin, në më thasë Mila, sot mendoj kush e di sa i vlerësuar, duhet jetë Ylli dhe Rakipja, kush e di sa vlerësuar janë, kush e di se sa duhet këtë vajtur sot rroga e Rakipjes dhe Yllit, në fakt. Ka menduar që do të jetë konsiderueshme për të qëndruar atë zonë deri diku që e kemi parë si të rrezikshme. Tashti, kur bëhet fjalë për punë nga ana materiale, megjithëse unë për veten time nuk e vej, pavarësisht se është shumë e nevojshme. Ta themi një të vërtetë. Aktualisht çfarë është duke ndodhur? Është shumë e nevojshme, por më thënë të drejtën, unë jam thjesht me një rrog mësuesi. Dhe Ylli? Ndërsa Ylli është i papunë. Është i papunë, kjo është mirënjohja për punën e jashtëzakonshme. Ne thamë që nga viti 1992, po llogarisni dhe më herët, ndaj zotit Ylli Kalaja. Kjo është shpreha e mirënjohjes, po. Ngjanë cinike, po kjo është shpreha e mirënjohjes. Sot Ylli Kalaja është pa punë, Dash Kaloçi më konfirmoi që në qendrën kulturore ka parë Drynin. E vërtet është Dashi? Ma bëj shenjë. Po bën një shenjë që është e vërtetë. Sepse nuk realizohen më zoti Ylli çfarë ka ndodhur? Si ka mundsi? Si ndjehet? Pas kaq vitesh një njerëz që ka kontribuar, ju e keni bërë për kënaqësinë tuaj, po. Po faktikisht është një paradoks shumë i madh, sepse unë kam mbaruar Akademinë e Arteve Degën Kompozicion. Kam mbaruar dhe master në kritikë muzike. Jam kompozitor dhe marr pjesë në të gjitha evenimentet që organizohen në Shqipëri, duke filluar nga Festivali i Madh i Shkodrës, Festivali i Tiranës, i Durrësit, Festivali New York, Festival Prishtinë, Shkup, Gjakov, Pej dhe në këto festivale janë nderuar me çmimet para, çmimet dyta dhe çmimet e treta. Pra, qyteti i Fushkryes ka marrë emër në të gjithë Ballkanin, pra me këto këngëtar të qytetit Fushkryes të përgatitura nga Rakipja dhe me këngët të krijuara nga unë. Çuditërisht, një ditë më njoftohem që jam i pushuar nga puna. Mund të mbani Drynin tani, ndoshta mund ta konsideroni si një pjesë të Unë faktikisht... Dhe nuk e di, nuk e hyj dot në këtë rast, as arsyeve të vërteta që... Unë faktikisht më falë, në vend të Drynit po mbaj pianon, kam pianon që unë punoj. Faleminderit. Në fakt. Unë kam pianon që punoj çdo ditë, 3-4 orë në ditë, pavarësisht krijoj, edhe të gjithë fëmijët e Fushkryes janë të angazhuar në gjitha aktivitetet. Dhe tani rasti i fundit, aktiviteti i fundit, Radio Televizioni Shqiptar organizon një festival me fëmijët për të dërguar këngën fituese në Eurovision dhe unë jam pjesëtar i këtij festivali. Kjo është ndoshta një formë mirënjohjeje. Megjithatë unë them që mirënjohja më e madhe është kur shihni punën tuaj në skena të rëndësishme. Dhe kam një surprizë për ju. Do të hyj dikush nga këtu. Më ndihmoni pak? E njihni këtë djalë? E njihni Rakipja? Po. Kush është ky djalë? Sa ja përmenda emri, Enea Qerashi. Enea! Emri i parë që përmendët. Enea Mirëserdhë. Enea qëndron në mes, po mirë. Enea Mirëserdhë, Enea. Ishte emri i parë, e dëgjove, ishte i fshehur aty më pas, nuk dini asgjë. Është një djalë jashtëzakonisht i talentuar, tani në vitin e 3 në Akademinë e Arteve. Në Degën? Studioj për kanto. Për kanto. Ke nisur me zysh Rakipën? Me zysh Rakipën që në fëmijëri, që në moshën 8 vjeç, te qendra kulturore aty vogël, duke kënduar këngë live, se s'ka pasur as playback atëherë, vetëm live këndonim.
dhe festivalet për live. Ju ka bërë mirë. Sigurisht ne ka bërë mirë. Nuk ke një videoklip sot për shembull, ndonjë videoklip kështu të çuditshëm, nuk ka. Qetësisht mendojmë të bëjmë një videoklip. Pa videoklip nuk e ku shkon sot në tregun muzikor. Enea, më pas si erdhi akademia? Konkurova njërë në lice. Me profesora studiuam, punuam shumë. Konkurova në lice, dola në vend të parë. Studiova aty për 4 vite. Për 4 vite studiova me Zëshemën. Më pas duke ecur konkurova dhe në Akademinë e Arteve, ku dhe aty përsëri dola në vend të parë. Dhe më thonë që je e ardhmja e skenës shqiptare. Vetëm jam e bindur që gjithmonë do të thuash dhe të kujtosh nga Nise, dhe me të Nise. Në fakt, duat të ftoj dhe publikun të kuptoj, Tritoli vërtet i fushkrujës jako është. Do t'ja të gjoni zhurmën! Faktikisht, duhet të përcej diçka, që Enea e Lade është një eveniment shumë i rëndësishëm për ta përmendur. Në festivalin e 45 të këngës në Shkodër, Enea ka qenë pjesëmarrës me këngën time Jeta jote është dhe e jona. Dhe brenda asaj natës 3 të festivalit, Enea bashkë me Semia Upin janë nderuar me 2 çmime, si interpretuesit më të mirë të këngës dhe me çmimin e dytë të festivalit 45 në Shkodër. Ke që në fatë, Enea? Ke të pasur të mësues. Unë me si më presë Enea në ta kem të ftuar. Në momentin që do të pushtoj skenat dhe jam e bindur për këtë gjë, e thonë të gjithë ata që janë profesionistë vërtet, edhe të kujtojmë së bashku, si Zysher Akipin ashtu dhe profesor Yllin. Me qënë se jemi të këto fitoret e fëmijëve, ka dhe një fitore tjetër? Po. Të freskët të freshkët. Po, shumë të freskët. Në 2014-ën. Në 2014-ën, në festivalin mbarkombëtar të këngës për fëmijë në Shkodër, unë jam nderuar me çmimin e parë. Me këngën? Mami, mami, ma. Si është kënga? Ma këndoni pak? Ti e dielli që ndrit botën jetën rrezaton, ti e hëna që ndrit natën gjumin na dhuron, ti e ylli afër dita që na orienton, ti e vetë margaritari je në bukuron. Kjo është? Kjo është. Muzika Ylli Kalaja, teksti Aulon Kalaja, djali juaj kolega gazetar, që e përshëndes dhe fituese Ida. Këndon Ida Muça. Ida. Pa më tregu pak për profesor Yllin, si është profesor Yllin? Është profesori më i mirë që kam takuar ndonjëherë. Është shumë i dashur me të gjithë që ka punuar. Është, do me thënë, në shumë punëtor, gjithë këngët që ka krijuar, i ka kundërshtuar shumë seriozitet, ka punuar shumë për gjithë ato që ai ka dashur të bëjë në jetën e tij. Ti jeton tani në? Tiranë. Në Tiranë. Dhe je fituese e festivalit. Me profesor Yllin ti e njohur sa kohë më parë? Si të thuash, ka ngati 1 vit. Ngati 1 vit. Edhe falti bashkëpunimit i fitove titullin e parë të rëndësishëm. Ka të ardhme Eda? Patjetër. Zë jashtëzakonshëm. Është një këngëtare e shkëlqyer me një intonacion brillant, me një zë kadife, shumë të bukur, edhe është një interpretuese e shkëlqyer, me një botë të brendshme të jashtëzakonshme. E kupton qetësor? Lëri talent show të tjerë. Talent show i vërtet ndodh në Fushkruj, me Rakifën dhe me Yllin, dhe unë sepse vazhdon të më shqetësoj si një simbolik e ftohtë, sinike, e athët, ajo ati dryni, doja që mirënjohje në këtë rast. Zysher Akipe, se profesor Ylli t'u ja bëja pikërisht me këta talente që nesër do të pushtojnë skenat shqiptare. Dhe falenderimi tyre për ju besoj se thyen çfarë do lloj drynit mundshëm, apo jo? Ju falenderoj unë me zemër, suksese Nea, suksese Ida, suksese dhe
këtë shpirt që keni vijoni ta mbani, sepse duam të dëgjojmë zhurmën e vërtet të Tritolit të Fushkrujës. Dakor? Rakive dhe Ylli Kalaja, Enea dhe Eda tek surpriza jeti. Ju falenderoj shumë që ishit. Zonja Rakive, shumë falenderit. Shumë falenderit të Ylli. Enea, suksese. Eda, e di vetë, vetëm të shmime prezim. Dakor? Falenderit, miru pakë. Ju falenderojmë për këtë prezencë. Çfarë do them qetësor? Po, në këtë moment fiks kam ndryshuar komplet perceptimin dhe bot kuptimin për Fushkrujën. Nuk është vetëm çështja e Fushkrujës, por dhe disa njerëzve qetësor që mban shpirti tyre krijues, dashuria për artin. Por dhe një shpërblim që ja kanë dhënë në mënyrë të mrekullueshme, njëri punë, njëri pa punë, është mjaft i kuptueshëm për të paktën historinë e Shqipërisë. I qëndron fiks. I qëndron fiks kostumit të kësaj Shqipërie, por për fat të mirë fiks kostumit të tyre qëndron fakti që gjithsesi fëmijët, adoleshentët që kanë kaluar në shkollën e tyre, sot janë lënda e parë e skenave shqiptare dhe ndërkombëtare. Një mirënjohje të jashtëzakonshme për të çiftun. Falenderoj Dash Kalotrin, i cili jo vetëm udhtoi në Fushkruj, por na e solli këtë histori si një copëz realiteti, të cilit media i qëndron shumë larg, sepse sot ne dim çfarë se vendin kryesor në media, çfarë përbën lajm, çfarë përbën çudi, çfarë përbën surprizë. Jo, sonte tek surpriza jeti ishin ata dhe një duar tërhitje jo vetëm për ata, po për të gjithë mësuesit, krijuesit në periferinë e largët që me shpirtin e tyre i ka dhënë jetë kapilarëve të një vendi që ka vuajtur jo pak. Dhe është gjithë përpjekja shkon për ta. Dakor, qetësor, për çfarë kemi nevojë ne në jetë? Për shumë gjëra. Për çfarë ke nevojë ti? Më thuaj, për çfarë ke nevojë? Vijon tani, unë jam në këtë rast omnipotente, kam në fuqi të bëj gjithçka. Për çfarë ke nevojë qetësor? Personalisht do kam nevojë për punë. Për punë? Po. Të punoj akoma pak më shumë. Do se si pune më të madhe. Më shumë. Pra, përveç surprizës, të parët që bën qetësori, edhe një punë, edhe një diçka tjetër. Patjetër të mendohet një emision, e do në Agon Italia apo në Agon Shqiptar? Jo, edhe këtu nuk ka problem, por duhet të kem sa më shumë punë, duhet që të punoj. Atëherë, qetësorit më rezulton që ka një 2 orë pushim të lirë në javë, ti zgjedh urgjentisht. Andeta Radi na duhet një format për qetësor Ferrunajn. Nuk mundem të qëndroj do të papunuar. E di, është bërves kjo punë. Është nuk kemi çfarë të bëjmë. Duhet ta kuptojmë që ndonjëherë në jetë kemi nevojë për ca gjëra që janë shumë pak se ato që mendojmë ne se kemi nevojë, të bëra lëmsh. Më bëra lëmsh do jam të mendoj se çfarë kemi nevojë në këto raste. Meqense tek surpriza jeti vijnë shumë letra, shumë kërkesa. Dhe si që dihet ka një prizë ku ne marim energjinë e domosdoshme për t'i plotësuar, shpesher këto lloj letrash kërkon një lloj energjie që e djeg atë prizën dhe nga surpriza bëhet surpaf priza. Shihni pak. Atëherë, qetësor. Nuk ka asnjë lloj paragjykimi. Vetëm dua t'ju them që në letrat që na keni dërguar, surpriza bën paf. Arsyeja është kjo, le të marrim pak me radhë. Shikoj qetësor. Dhe kemi të parë. Të ftoj të lexoj. Urime për emisionin e mrekullueshëm, unë që po ju shkruajm etj, jam një ndjekëse e rregullt e emisionit tuaj më pëlqen, jam një vajzë e martuar për një viti, shumë e lumtur me njeriu që kam për krah, nuk do ta ndërroja maskën në botë. Dëshira që unë kam është që të bëj dikë shumë të lumtur pikërisht njeriu që dashuroj me gjithë zemrën në 16 maj e ka ditëlindjen. Dëshira
e ti më e madhe është të ketë një makinë të tillë, do të isha shumë mirënjohës se do të mundin ma plotsonin këtë dëshirë. Pra, ti dashke të kesh edhe burrin më të mirë në botë, për ma dashke edhe me makinë. Atëre, nuk mundemi. Është pak e vështirë ose nuk mundemi. Jo, digjet briza. Dakor. Po edhe burri më i mirë në botë dhe me makinë, se imagjino ti ishte e kundërta. Imagjino ti ishte e kundërta. Kishte një burr, ç'të të them, po një makinë të pavarur. Një të merë gjysëm. Si është e shprehje që qarkullon në Facebook? Vajza, kujdes kush të thënë me X6. Nuk martoni me X6, martoni me shoferin. E mendojnë këtë gjë, dakor. Burrin e ke zgjedhur, je në rregull, për mua them lëri surprizat e këtij lloji. Kalojmë tek tjetra? Nuk plotësohet dot. Ne jona, digjet priza. Përshëndetje. Kam dërë se dimone se më saktë bëni surprizat e kam ndëruar që i vogël të ikin në Angli ose në Amerikë, po asnjë nuk ja kam dalë dot sepse nuk kam pasur të ardhura ekonomike të paguaja rrugën dhe ju lutem nëse mund të më ndihmoni ju me këtë surprizë. Dëshiroja nga ju me gjithë zemër një vizë për në Angli. Vizë për në Angli, bukur. Qetësor, çfarë ke në xhep? Një vizë për në Angli, do ta nxjerrim direkt. Vizat për në Angli të dashur miq, Anglia nuk ka të thjeshtë. Tani ne na duhet një informacion ku janë, ka më sekser. Se nuk ka problem. E plotësojmë dëshirën tënde. Ka sekser më? Jo, është e vështirë. Është e vështirë. Nuk është ndaluar. Në Gjermani dhe mund ta ndihmojmë të kërkojë azil ose diçka tillë, por në Angli. Po çështja e azilit politik për Gjermaninë dhe Francën e zgjidh qetësori. Mund të trajtojnë. Un kam zonën e Europës Qendrore. Zona Schengen. Juli Binjaku merret me Anglinë. Juli Binjaku mbulon sektorin e Anglisë, Loreni është për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe Kanadan, edhe Kanada do t'ju japim numrat e telefonit të Julit dhe Lorenit, zgjidhini vetë. Vazhdojmë tek letra tjetër. Shohim tjetër. Pse na bën paf surpriza ne? Unë quam X dhe jam nga qyteti i Fierit, 27 vjeç, dëshiroj të tregoj historinë time. Prej më se një viti e gjysmë kam njohur nëpërmjet internetit një vajzë nga Paraguay. Jam i dashuruar me të. Kam dëshirë të krijoj një familje me të në Paraguay. Nëpërmjet shoqes së saj kam gjetur një vend pune atje, më presin më shumë se një muaj, prandaj kërkoj ndihmë që unë të kem mundësi të martohem me këtë vajzë, të filloj punë, të krijoj familjen etj. Pra, ne duhet të sigurojmë vajtjen në Paraguay. Por ka shumë besim dhe shpresë. Na është drejtuar ne, institucionet e tjera nuk i kanë thyer përgjigje. Nuk janë shumë, dëgjoj këtu. A do të marrim një informacion për Paraguay? Ne ta çojmë në Paraguay, një, të sigurojmë punën në Paraguay. 2. 3. Të sigurojmë që dhe çupa do na e dojë, se kujt dihet, shkon ai atje pas një muaji çupa, të japim dhe këtë garanci. Tani, këtë të fundit e zgjidhim garanci, nuk zgjidhim dot dy të para. Domethënë, jemi marrë vesh me vajzën, mund të shkosh dhe vajza do të dojë, sido që të vi puna nuk të lë, edhe sikur duash ta lësh ti. Kjo është ndihma që mund të japim ne në këto momente. Megjithatë për Paraguay mund marrim edhe një informacion. Paraguay, kujt dihet. Shohim pak edhe dy dëshirat e tjera se janë shumë interesante qetësor. Shohim pak. Përshëndetje stafi emisionit Surpriza e Jetit, në veçantë Soni Lameço dhe Qetësor Ferruna që jam unë në këtë rast. Unë që po ju shkruaj jam Lajla nga një fshati te Pelen. Lalaj, o qetësor, do lexosh tamam? Lalaj, nga një fshati te Pelenës, ju ndjekim si fshat dhe jeni një televizion i pamvarur. Një moment. Se thot një te Pelenas që jemi televizion i pavarur dhe ky është lajm. Morët vesh. Te Pelena na konsideron televizion pavarur. Edhe na ndjekin dhe si fshat. Vazhdojmë. Nga ju kërkojmë vetëm një surprizë që të marrin fund akuzat për lirin në klasën e nderuar politike që është shndëruar. Shndëruar. Në klasën e nderuar që është shndëruar. Nuk e kuptoj. Atëherë qeveria t'jap dorëheqjen e të bëhet një qeveri me shqiptar të pastër. Surpriza jeti vetëm tek ju kemi besim për këtë surprizë. Ju lutem dhe një gjë, kërkojmë nga ju emri të mos bëhet publik sepse jetojmë në kohë të tritolit dhe ka drejt. Dakor, atëherë. Shon nga ky moment, gati? Po, ka shumë drejt. Poshtë qeveria. Okej, 1, 2, 3. Poshtë qeveria! Poshtë qeveria! Na kërkon të hedhim qeverinë një të Pelenës. Çfarë do bëjmë? Edhe na ndjekin si fshat, i përshëndesim të gjithë si fshat. Jo, unë kam një këshill. Por nuk bëjmë dot. E kam një këshill. 1 në 4 vjet kanë të drejtë shqiptarët, Votën. Ajo është. Mendoni mirë, nuk e di, kam një dyshim timi si te Pelenas kur mund ja keni dhënë votën në 2013. E kam një dyshim. Mendoni mirë, këtu keni të drejtë. Që kjo klasë nderuar është nderuar, këtu keni. Si? Si janë të gjithë të Pelensës, sepse Ilirin e kemi të Pelensë. Ti mendojnë që kjo qeveri dhe kjo klasë politike është e mirë. Dakor. Ka gabuar. Një të Pelenas tjetër na thotë që kjo është demokracia, fjala e lirë, ne prandaj jemi televizion i pavarur. Dakor. I pamvarur. Me më të lutem. Kur të votoni, mendoni mirë. Dakor. Sa herë të paktën
vendosin gishtin kokës. Do me thënë, kërkonin nga surpriza që të binte kjo qeveri dhe të vinte një qeveri shqiptarësh të pastër. Shiko, për një qeveri shqiptarësh të pastër, do votonin gjithë shqiptarët, për këtë jam e bindur. Këtu bashkohemi, apo jo? Dakord, Ilir? Ja, këtu gjithë të pelena se të bie në një mendje. Shohim surprizën tjetër, çfarë ka kërkuar? Përshëndetje, jam një tifozit shmëndur i kombëtares shqiptare. Mezi pres ndeshin me Armenin që do fitojmë me rezultatin 3-0, me golat të Balaj, të Ramos dhe Berishës. Edhe të Ramos dhe Berishës, më pëlqen se është politikisht korrekt, që është dhe një nga portierët më të mirë që ka kombëtare. Do bëj gol portieri, do me thënë. Po, me një penalti ose me një goditje dënimit. Por do doja një surprizë të shikoja ndeshin Gjermani-Shqipëri në stadiumin Allianz Arena se vdes për Gjermanët. Gjermanët. Tani, nga theksi bie që tjetë pak shkodran, por është pak e çuditshme. Ta marrin vesh, edhe një, prit. Ta ndajmë se ky është konfuz. Pra, je tifozit shmëndur i Shqipërisë, po vajte në ndeshin Gjermani-Shqipëri të bësh me Gjermanët se nuk e kuptova. Se është tifozit shmëndur i Gjermanëve, ka mundësi po. Nuk e ka ndarë akoma me kë mund të bëj tifoz dikur më të madh, nuk e plotësojmë dot. Jo, ne dhe mund të plotësojmë, por na bëri paf surpriza kur artikuloni dëshirat tuaja. Shumë mirë, jepini krah fantazisë dhe ne duam të gjë. Vetëm keni parasysh, na prishet prizat, ë? Na i doqë të tëra. Nuk ka më priza na Golçenur. Sonia, ata le ta shprenojnë fantazinë. Të vendosni dhe numrin e telefonit gjithmonë, mos harroni, kjo për mua është shumë e rëndësishme. Numri i telefonit ka qetësori. Qetësori mezi po pret që t'i vinë ndonjë letër që jam një vajzë 25 vjeçme për masa 90-60-90. E kush janë? Jo. Po them mund të ketë dëshirë dhe ajo të shkojnë në Allianz Arena se është tifozë shmëndur i Gjermanëve, për kaq e kisha. Dhe kush duhet bëj gol? Rama me Berishën prapë. Po, Berisha, si ka qenë në stratë, ta bëjmë ta një gol me hund, ta lutem. Dakor. Do vim në një pjesë tjetër ku protagonist është publiku. Interesante kjo moment. Është për darkën në mënyrë. Në rregull. Si do ta ngrem një pyetje shumë interesante tani se i bie që kush fiton zgjedhjet lokale? Jo, se gjendot asim. Nuk e ndajmë dot sepse do ndajnë në dy grupe dhe do të ketë konflikt. Nuk e ndajmë dot. A do dekriminalizohet parlamenti? Edhe kjo është e vështirë, ka filluar, ju japim fjalën shumë shpejt. Ju japim fjalën, surpriza jeti do dekriminalizohet parlamentin. Në momentin e dekriminalizimit. Gjemi një format tjetër. Po mendoj diçka tjetër. Po pse? A duhet që t'ju themi psen apo të mos ju themi? Jo, më themi psen. Okej, në rregull. Shiko, e di si është puna, u lodhëm. Edhe në darkë, shkojnë gratë e gjora, gatuajnë ndonjë gjë, fillon bashorti ankohet, njëri ka hedhur shumë vaj, njëri ka hedhur shumë krip, po gruaja dhe se ka mendje se e lodhur, hap lajmet, dëgjoj këtu, zui, tha, bëri, sajoi, përgjimi, video. Bëhet çerr në familje, pra ka konflikt vogël. Jo. Dhe në këtë rast e gruaja është ajo që lodhet më shumë. Atëherë ne vendosim që të paktën 2 çifte për javën e ardhshme, në një nga darkat, kur e vendosin ata, t'ju ofrojmë një darkë tek serendipiti dhe tek aon. Dakor? Quhet, puna është kur do shkoj. E pranoni apo jo? Se mos nuk e pranoni. E pranoj. Atëherë, do jetë shumë e thjeshtë. Duhet vetëm sinqeritet nga ana juaj. Tek serendipiti, kemi tek serendipitimi po? Ju duam të sinqert sepse kemi edhe një teknik për t'ju verifikuar. Kjo është shumë e rëndësishme. Se mos dikush mendon që qetësori është mjeshtër i përgjimeve dhe video përgjimeve. Edhe i monton. Jo është në telefoni, po ju përgjojnë. Kriteri për kësaj radhe, më dëgjoni me kujdes, kush ka për vjetorin më të afërt të martesës? Ne jemi në mars, 22 mars, është e diel, po Altin, e ke ti kur në çfarë date? Të hënën, e ka të hënën. Nuk bën dasma të hënën. E ka të hënën, thotë. Jo, përjashtohesh Altin. Përjashtohesh, ty martesa të ka bërë më të lumtur, ti ke fituar gjithçka me martesën. Jo. Unë garantoj Sonila që asim prej burrave nuk do ta çoj dorën. Kush e ka për vjetorin më afër me 22? Kush e ka në 22 mars për vjetorin e martesës? Asnjë. Në mars, kush e ka në mars? Të thash që në mars nuk janë martuar shqiptarët se s'ka pas fruta perime, s'ka pas pushime, nga qershori dhe lart, garant jemi në qershor. Një moment. As në prill nuk ka asnjë që është martuar? Kanë qenë në punë. Po në maj. Sikur diçka afrohet. As në maj. Po në qershor. Ore, mbani mund kur jeni martuar në këtu, a jeni martuar, mirë, ja se ta gjejmë, do shkojmë. Jemi në maj. Jemi në maj nuk ka. Qershor. Në maj? Është Alma? Një moment? Alma në maj. Nuk ka tjetër në maj? Jo, jemi në maj. Sa maj, Alma? Në 6 maj, Alma është fituese e darkës tek serendipiti. Alma, bëj një të mirë, të kthehet e mira që bën. Ja, këtë që nuk e dinim.
një dark fala, Salma, me familjen të Serendipiti. Në Qershor, ka pasur areng në Qershor apo jo? Qershor. Jo. Korrik! Muaj dasmave. Kemi 2 raste. Kemi këtu dhe mbrapa. Kemi 2 dasma në Korrik. Tani ta vendosi data. Sa korrike ka vajza? 29 korrik. Zotria? Në sa korrike e martuar? 34 korrike kaj. 34. 19 korrik, ta gëzosh darkën të kaoni. Shumë mirë që të regohet sinqert, sepse do të verifikonim. Nuk ka nevoj të presësh 19 korriku, no? Gjatë sa jave, në një nga mbrëmjet me zonjën tënde, dakord? Da me thënë, nga marsi në korrik përfundua, me sënila? Çudi e madhe, nuk martohet njerinë. Unë celebrimin në mars se kam. Por nuk pyete ku kam bërë celebrimin. Një Po e merje ti, e merje... Si e dojgje kotë rada? 25 mars është celebrimi. Po dasma? Nuk kam bërë. Atere, Sonila, pyetja që i ke bërë publikun ishte, kur jeni martuar, jo kur keni bërë celebrimet. Po unë këtë quaj martesë, unë që nga pa martuar, unë që s'kam bërë ceremonin. Du të bësh dasma. Urgjent dasmë javës tjetër Drini. Je në vete? Edhe kjo na duaj? Dasma! Po unë. Dasma javës tjetër, të tërë të ftuar. Dasma ke bërë? Po e kam bërë, po së më bërë. Së bëjmë në datë në dasmës? Jo, se për shaka si që Urgjent telefon Lirianës, që është kjo. Ja që janë burrat, martohen dhe arën datën, s'ka problem. Këta janë burrat. Dakord, edhe do të vjojmë. Atëherë, ne kemi nisur në shtator. Po. Në fund të shtatorit. Edhe kur i rikthehemi programeve tona dhe në arkiv, madje ju do të keni mundësinë kur shihni për gjatë muajve të verës, për mbledhjet e plota të surprizave që janë realizuar, do shihni çfarë pune jashtëzakonshme është bërë. Sa shumë letra kanë ardhur. Madje qetësori ka ndryshuar dhe dosjen. Po, sot të dashur miq kam ndryshuar dosjen nga kuqja që ishte dosja që kemi parë deri tani, është bërë një dosje jeshile sepse u rrit numri i të shkruarve të surpriza. Kështu që kemë marrë një dosje më të madhe. Nuk dalin më kutit, paktën në vendin ku jemi ne, nuk kemi mundësi. Nuk plotësohen dot të gjitha. Ka një kriter të përzgjedhjes. Vijojmë me historinë e radhës që ka patur rastin trajtohet tek ne. Shohim pak. Përshëndetje Sonila dhe qetësor. Jam Elmira nga qyteti i Lezhës. Shpesh kam nisur të shkruaj këtë letër, por aq herë jam dalur. Nuk e di pse. Sot mora guximin dhe po ju tregoj brengën që çdo ditë më kryen zemrën. Zoti më bekoi me 2 vajza shumë të bukura. Francesca ishte gëzimi i parë, sot ajo është 11 vjeç. Pas 10 viteve, u bekuam përsëri nga Zoti. Erdhi në jetë vajza jonë e dytë, ajo quhet Federica, sot është 5 vjeç. Lindi një ëngjëll i bukur dhe plot jetë. Pasi lindet të nesërmen më nxorën nga materniteti dhe pse Federica ishte shumë e verdhë në lëkurën e saj. Doktoresha më tha se kjo i kalon me gjirin e nënës, por Federica nuk po përmirësoi. Analizat ja bëra pas 2 javësh dhe doli që bilirubina e saj në gjak ishte shumë e lartë. U nisëm për në Tiranë, u përsëritën analizat, por e njëjta gjë. Ditët, muajt, vitet kalonin. Unë dhe im shoq, sa po kursenim pak të ardhura, pasi punon vetëm ai, vinim në Tiranë, përsërisnim analizat, por asnjë përgjigje konkrete. Shpesh që aja fshehurazi, se Federica pyeste se çfarë kam, pse sytë e mi janë të verdhë. E unë që i thoja, sytë e tu janë më të bukurit në botë. Edhe sot bilirubina e saj është shumë e lartë, por në spitalet e shtetit vetëm kaq mund të bëjnë. Pamundësia ekonomike nuk na mundson ndjekjen e saj në spitale private apo në spitale jashtë Shqipërisë. Kam trokitur shpesh në çdo derë që të më siguronin një punë të paktën për një vit, vetëm sa të bëjnë një komplet analizash vajzës në spitalet private, ku të marrë një përgjigje përfundimtare se përse Federica, edhe pas afro 5 vitesh e gjysmë, ka lindur me bilirubinën e lartë dhe i mbetet e lartë, 4.7. Më shtuan shpresat, por prap falenderoj, më shteruan shpresat, por prap falenderoj Zotin që më jep forcë si çdo ditë të paktën të fal shumë dashuri vajzave të mia. Të fal dashuri pa mas, se vetëm kjo nuk blihet me ato të bekuara para. Vendosa t'ju shkruaj ju, pasi ju jeni vetë prindër e kush më mirë se ju do më kuptonte. Ndoshta letrën nuk e kam shkruar bukur, pasi lotët e mi nuk po më pushojnë, nuk e di pse. Duke e shpresuar se do marrë një përgjigje nga ju, po vazhdoj të pres. Ndoshta edhe shpirti im do qetësohet një ditë. Elmira Lagjavura Lezhë. Elmira ke shkruar kaq bukur me shpirtin e nënës. Dhe çfarë ndodhi qetësor? Çfarë ndodhi? Ne në fakt kemi folur në telefon me Elmirën, e kemi kontaktuar dhe kemi lënë një takim me mjekun.
për motive të temperaturës së lartë të çupës vogël, Frederikës, Elmira nuk mundi që të vinte dhe të ndodhej prezent në vizitë. Por ne bëm diçka tjetër. Ne kemi një partner shumë të rëndësishëm në këto raste, që është Spitali Salus, dhe për të tjerat, ndjekim materialin. Atëherë dashur miq, kemi mbritur në Spitalin Salus tek një pediatre për të folur për një letër që në ka ardhur në studio. Do donim shumë që ju ta lexonit. Patjetër. Një bilirubin e lartë është që vazhdon pas lindjes për një kohë gjatë, aq më tepër rasti 4.7, po deri në 1.2 është normale, që vazhdon deri në moshën 5 vjeç, është domethënë se një problematike në organizëm. Në fakt kjo letër është shumë e kufizuar me dhëna. Duhet bërë një analizë më e gjerë që nga fillimi, që nga lindja, duhet vlerësuar një çik gjithë analizat që ka bërë deri tash, duhet parë një çik në tërësi dhe për më tepër duhet vizituar vetë fëmia, që ta shohim ne objektivisht për të konkluduar pastaj. Mami të na sjelli Frederikën bashkë me të gjithë bllokun e analizave dhe vlerësimeve që janë bërë deri në këtë moment. Atëherë ju falenderojmë shumë. Ne javën tjetër do të sjellim Frederikën këtu. Do të jeni ju që do të na vizitoni? Nëse dëshironi juve, ne jemi gjithmonë dispozicion. Unë jam gjithmonë dispozicion. Okej, ne kemi shumë dëshirë të na vizitoni ju Frederikën. Okej, patjetër. Doktoresha pediatre Ilsa Mula do të jetë prezent në momentin që ne do ta vizitojmë, do ta çojmë në Spitalin Salus. Pra presim për javën që vjen. Dhe marrim kënaqësi nga ky proces i vijueshëm, nuk ndalet dot tek surprizat e jetës, ne japim dhe flasim këtu jo vetëm për atë në nënshkrimin e çekut, nuk është ai që i zgjidh vetë. Elmira na ka shkruar në letrën e saj, është mbështetja dhe mundësia që japim. Elmira, ka rënë në duar të sigurta. Po, tani mund të jesh e qetë. Ishte ti surpriza. Shpresoj që Federika shumë shpejt të shoh vetëm në pasqyrë në sytë e saj të bukur, edhe ty të rikthehet buzëqeshja dhe të shijosh dy mrekullitë e jetës tënde.